Qëllimi i Kuranit të shenjtë. Në ajetin e parë të surës Ibrahim, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri biidhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Këtë libër ta kemi shpallur ty o Muhammed për t'i nxjerrë njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësirat në dritë, në rrugën e të plotfuqishmit, të denjit për çdo lavd. Sipas këtij ajeti të bekuar, qëllimi i Kuranit të shenjtë është: së pari, nxjerrja e njerëzve nga errësirat në dritë. Errësirat simbolizojnë ignorancën, idhujtarinë, padrejtësinë, devijimin moral, humbjen shpirtërore, ndërsa drita simbolizon besimin e drejtë, udhëzimin, drejtësinë, moralin e pastër dhe shpëtimin. Pra, qëllimi i parë i Kuranit të shenjtë është transformimi i njeriu nga gjendja e humbjes në gjendjen e udhëzimit. Së dyti, të udhëzoj drejt rrugës së Allahut. Kjo tregon se Kurani nuk është vetëm libër leximi, nuk është vetëm libër adhurimi formal, por ai është manual jete që e drejton njeriu në rrugën e drejtë, në rrugën e paqes dhe të mirësisë. Kurani e lidh njeriu me Allahun, me fuqinë e Allahut, me madhështinë dhe lavdinë e tij. Kurani udhëzon, por zemra duhet të jetë e gatshme ta pranojë udhëzimin. Kushdo që e lexon me përqendrim e arsyetim Kuranin, do të mësojë se qëllimi i tij është të transformojë pra njeriu shpirtërisht, të largojë shoqërinë nga padrejtësia dhe devijimi, të udhëzojë drejt rrugës së Allahut, të ndërtojë një jetë të ndriçuar me besim dhe moral. Pra, Kurani është libër ndryshimi, udhëzimi dhe shpëtimi.